Fermerët grek kanë intensifikuar protestat në të gjithë vendin duke zgjeruar bllokadat në pikat kryesore kufitare, ndërsa tensionet me qeverinë janë thelluar. Lëvizja në aksin Kakavia-Nin do të ndalohet nga ora 19 deri në 22, sipas orës lokale greke, me përjashtim të automjeteve që transportojnë raste emergjente shëndetësore. Policia kufitare u bën thirrje qytetarëve të tregojnë mirëkuptim dhe të planifikojnë udhëtimet në orare të tjera të ditës për të shmangur vonesat. Situata u tensionua kur përfaqësues të qeverisë refuzuan kërkesën e fermerëve të Kretës për të përfshirë në bisedime të gjithë deputetët e ishullit. Protestat e fermerëve kanë nisur që prej fillimit të javës, nxitur nga vonesa e pagesave nga subvencionet e financuara nga Bashkimi Evropian, pas një skandali që ka përfshirë vendin në muajt e fundit. Ata kërkojnë gjithashtu më shumë mbështetje dhe ulje të kostove për sektorët në krizë të bujqësisë dhe blegtorisë. I sfiduar nga fermerët, kryeministri grek Mitsotakis ka thënë se zyra e tij është e hapur për bisedime, ndërsa ka paralajmëruar reagim të fortë ndaj veprimeve të palishme të protestuesve.